Hëngri lakër për një muaj çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e befasoi. Natyra na siguron ushqime të caktuara të cilat padyshim paraqesin një avantazh të madh për shëndetin tonë. Lakra për shembull është një nga perimet me dobi të mëdha për shëndetin, edhe pse shumica tentojnë ta injorojnë. Njihuni me të gjitha përfitimet shëndetësore që do të merrni nga konsumi i lakrave në dietën tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përmbajtja e lartë e vitaminës C tek lakra mund ta bëjë atë një ushqim të pazvendësueshëm të përsosur në çdo lloj ushqyerje. Shpesh thuhet se ata që konsumojnë lakër me shumicë kanë më pak gjasa të zhvillojnë probleme të zorrës së trashë. Lakra gjithashtu është një përshpejtuese e mirë e metabolizmit, duke e bërë atë një ushqim ideal për të trajtuar disa lloje të komplikacioneve të shëndetit, veçanërisht gjithashtu tek femrat. Ato ndihmojnë edhe në parandalimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Konsumi i lakrave në dietën tuaj ditore mund t'jap avantazhe veçanërisht edhe kundër luhatjeve të sheqerit. Ato lidhen ngushtë me përfitimet ushqyese që kanë në dobin kundër rritjeve të papritura të komplikacioneve të tilla dhe problemeve që ndikojnë në shëndetin kardiovaskular. Lakrat kanë efekte pozitive gjithashtu edhe kundër komplikacioneve të reumatizmës dhe artritit. Ato përmirësojnë tretjen. Kjo perime e fuqishme ndihmon sistemin tonë tretës dhe florën tonë bakteriale, duke trajtuar me shpejtësi probleme të ndryshme siç janë për shembull diarrea dhe infeksione të ndryshme të stomakut. Lakra do të lehtësojë problemet e dhimbjeve. Aplikoni disa gjethe të lakrës në zonat e jashtme të dëmtuara të trupit për të lehtësuar këto komplikacione. Lakra do të rregullojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të tiroides. Kjo është një nga përfitimet rregulluese të gjendrës të tiroides. Aplikoni vetëm 2 gjethe të lakrës dhe mund të lehtësoni gjendjen tuaj derisa të merrni trajtimin e specializuar. Lakra do të largojë gjithashtu edhe dhimbjet e kokës. Ju e lëndoni kokën për shkak të stresit ose mungesës së gjumit ose rritjeve të niveleve të ankthit. Aplikoni disa gjethe të lakrës në zonën ku keni dhimbje dhe siguroni lehtësim të menjëhershëm të çështjes suaj. Ajo do të largojë gjithashtu edhe inflamimet e gjirit ndaj përdorimet të tilla të lakrës, do të kthejë në aleate të vërteta të organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që lakrat t'i konsumoni sa më të freskëta në dietën tuaj, kështu ndikimi i tyre shëndetësor do të jetë i menjëhershëm dhe i fuqishëm në dobi të organizmit. Lakra është një nga perimet më të preferuara të stinës së dimrit, që i përket të llojit brassica që gjithashtu përfshin brokolin, lulelakrën dhe spinaqin. Lakra ka gjithashtu shumë përfitime në dobi të organizmit. Ajo gjendet në ngjyra dhe lloje të ndryshme. Veçanërisht është më e shijshme lakra e kuqe dhe jeshile, të cilat do t'japin rezultate fantastike në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj do të ofrojë nivele shumë të mira të kalciumit, magnezit, manganit, vitaminës B6, vitaminës K, vitaminës C e të tjera. Përveç kësaj ajo përmban mikronutrientë të tilla si vitamina A, hekuri dhe riboflavin, shumë të rëndësishme të gjitha këto për aktivitetet tona ditore. Së bashku me ushqyesit e tjerë që përmban, lakra ka pak kalori dhe përmban antioksidant të fuqishëm, përfshirë polifenolet. Antioksidant këto të cilët janë mjaft të rëndësishëm për mbrojtjen e organizmit dhe shëndetit tuaj. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i lakrës në rutinën tuaj ditore? Konsumi i lakrës do ju ndihmojë të jeni më të ngopur dhe të rregulloni më mirë peshën tuaj trupore. Lakra është një nga perimet më të mira për njerëzit që duan të humbasin peshë në mënyrë të shëndetshme. Një filxhan me lakra të coptëzuara do të ofrojë 22 kalori. Ajo përmban nivele shumë të mira të ujit dhe na mban të ngopur për më gjatë, parandalon urinë dhe mban trupin më të hidratuar.
Lakra është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj mund të ndihmojë në mbrojtjen kundër komplikacioneve të shëndetit të zemrës. Gjithashtu, përmbajtja e lartë e polifenoleve të lakra ndihmon në parandalimin e ngritjes së trombocideve dhe redukton gjithashtu edhe presionin e gjakut. Kjo nga ana tjetër parandalon rritjen e papritur të sëmundjeve kardiovaskulare dhe ndikimin negativ të tyre në shëndetin tuaj. Lakra gjithashtu do të ndihmojë në uljen e niveleve të lipoproteinës ose edhe kolesterolit të keq, duke e cilësuar atë si një prej perimeve më të rëndësishme ushqyese në shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i lakrës në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj të trurit. Duke qenë e pasur me nivele të larta të jodit, lakra do të përmirësojë funksionet e trurit dhe do ta bëjë sistemin nervor të funksionojë si duhet. Në fakt, një sasi e shëndetshme e jodit luan një rol kyç në parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve neurologjike siç janë për shembull sëmundjet e Alzheimerit dhe çmenduria. Gjithashtu, vitamina K që gjendet te lakrat do të ndihmojë në përmirësimin e funksioneve të përqendrimit mendor. Vitamina K ndihmon në prodhimin e elementeve të cilët ndihmojnë në mbrojtjen e nervave dhe eliminimin e dëmtimit dhe problemeve të tyre. Lakra ka vitamina B, që luan një rol kyç në përmirësimin e qëndrueshmërisë mendore, gjithashtu edhe të kujtesës. Lakra është një përzgjedhje shumë e mirë që do të përmirësojë gjithashtu edhe nivelin e tretjes. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj tretës, sigurohuni që të përfshini lakrat në menun tuaj ditore. Fibrat që gjenden te lakrat do të ndihmojnë në dukshëm në përmirësimin dhe promovimin e lëvizjeve të rregullta të zorëve. Përmbajtja e lartë te lakra të elementeve të ujit ndihmon gjithashtu në parandalimin e kapslëkut dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përfitoni më shumë nga kjo perime, sigurohuni ta keni pjesë të pasvendësueshme të dietave tuaja ditore, çka do t'japë gjithashtu edhe rezultate mjaft të mira edhe në rregullimin e niveleve të sheqerit në trup. Vetit antioksiduese të lakrës ofrojnë gjithashtu një burim madhor potencial terapeutik edhe në lehtësimin e problemeve të organizmit, sidomos edhe kundër luhatjeve të dobta të sheqerit në gjak. Vetëm sigurohuni ta konsumoni me kujdes dhe në formën e saj natyrale për të evituar gjithashtu edhe këto komplikacione. Shtimi i lakrave në dietat tuaja ditore do të jetë një mburojë shumë e mirë detoksifikuese në dobi të organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Lakra është një përzgjedhje shumë e mirë e cila mund të luajë një rol fantastik edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj ose edhe në lehtësime detoksifikuese. Falë fibrave ushqyese që ajo ka, do ju ndihmojë në përmirësimin dhe absorbimin të elementeve ushqyes dhe eliminimin e toksinave nga organizmi. Vetëm sigurohuni ta konsumoni me kujdes dhe brenda normës së saj natyrale në mënyrë që të merrni përfitime të dobishme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i lakrës në dietën tuaj do të ofrojë nivele shumë të mira të vitaminës A. Vitamina A është e rëndësishme për shëndetin tuaj të syve dhe jo vetëm. Vitamina B që gjendet tek lakra do t'japin gjithashtu një nxitje më të mirë të niveleve tuaja të energjisë dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni që lakrat t'i keni pjesë të dietave tuaja ditore, sepse do të merrni nivele shumë të mira të vitaminës C, të cilat do të ndihmojnë në dukshëm në mbrojtjen e lëkurës nga radikalet e lira dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët e cilësojnë lakrën si një prej përzgjedhjeve më të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e shqetësimeve të tij. Sigurohuni që lakrën që konsumoni në dietën tuaj ta keni sa më natyrale dhe pa përmbajtje të shtesave të ndryshme gjatë përgatitjes së saj. Vetëm në këtë mënyrë do të merrni përfitimet unike dhe do të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e organizmit. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.